Eris Mehmetaj, arrestuar 2 ditë më parë për vrasjen e rojes 58 vjeçare Renato Hoxha në Vlorë, ka mohuar para policisë të ketë lidhje me ngjarjen kriminale. Ai ka pranuar se automjeti që është zbuluar përmes kamerave të sigurisë është në pronësi të tij, por ka shtuar se ja kishte lënë për përdorim një miku të tij, pasi ky ja kishte kërkuar dhe se nuk ka dieni se për çfarë është përdorur më pas makina. Pavarësisht kësaj, Eris Mehmetaj është lënë në burg nga gjykata e Vlorës, i dyshuar për përkraje të autorit të krimit dhe sigurim të kushteve për kryerjen e vrasjes së Renato Hoxhës. Nga hetimet e deritanishme, policia dyshon se automjeti mund të jetë shmontuar në ndonjë pikë skrapi apo servis, ndaj po zhvillohen hetime dhe në këtë drejtim. Mehmetajt ju sekuestrua edhe celulari që pritet të zbardhë të dhëna të tjera për vrasjen e Hoxhaj. Policia gjithashtu përmes kamerave të sigurisë ka edhe pamje të autorit, por identiteti i tij nuk dihet pasi ai mbante një kapele dhe një maskë. Ekzekutimi i rojës 58 vjeçar Renato Hoxhaj besohet se është porositur nga një grup kriminal shqiptar me bazë në Dubai. Gjithashtu dyshohet se 58 vjeçari shërbente si informatori një grupi kriminal në kohën kur u ekzekutua Gëzim Sinomata një vit më parë në Vlorë.